Kryeministri i shoqëruar nga ministra dhe biznesmen shqiptar prezantoi në Austri projektet strategjike mes akuzave se banka është përdorur si kanal për qarkullimin e fondeve të dyshimta. Kryeministri Edi Rama, i shoqëruar nga 5 ministra, nga drejtoresha e Korporatës së Investimeve Elira Kokona dhe 50 ndërtues të njohur si oligark, zhvilloi në Vjen të Austrisë takimin Shqipëria Horizonti i Ri, me objekt investime strategjike në energji, infrastrukturë, turizëm dhe teknologji, në bashkëpunim me Raiffeisen Bank. Përzgjedhja e Raiffeisen Bank si adresë për të kanalizuar fondet dhe pasuritë shtetërore të Shqipërisë drejt investimeve private përmes një banke të njohur për aktivitet anti-europian është një skem bashkëpunimi për legalizimin e pastrimit të parave të zeza në investime. Prej 12 vitesh me bekimin e Edi Ramos, aktiviteti i Raiffeisen Bank në Shqipëri është strukturuar dhe funksionon hapur si lavatriçe e parave të korrupsionit dhe krimit, të tërhequra përmes kompanive shqiptare, atyre offshore dhe trafikantëve që maskohen si biznesmene që marrin fonde, pasuri kolaterale dhe kreditë garantuara nga qeveria. Edi Rama e janë investoni në Shqipëri pa kontroll nëpërmjet Raiffeisen Bank. Në fjalën e tij, kryeministri Rama garantoi drejtuesit e Raiffeisen Bank se kompanitë shqiptare dhe të huaja partnere të qeverisë do të qarkullojnë miliardat e investimeve përmes kësaj banke, me cikël të mbyllur dhe kontroll vetëm nga institucionet në varësi të kryeministrit. Kjo do të thotë se Raiffeisen Bank në Shqipëri do të ketë liri të plot veprimi dhe imunitet për operacionet financiare, grumbullimin e parave të palishme me burim krimin dhe korrupsionin, transferimin e tyre dhe kreditimin e kompanive të lidhura me qeverinë ose në ortakëri me ministra. Në këtë takim në Vjen, Rama u bëri thirrje kompanive të huaja të investojnë dhe të blejnë pasuri në Shqipëri përmes qarkullimit të parave tek Raiffeisen Bank, duke i garantuar se nuk do të kërkohet asnjë kontroll për burimin e fondeve. 5 vite më parë, i pyetur nga mediat për burimin e financimit të kullave, hoteleve dhe resorteve, Rama tha hapur: "Kam dhënë dhe do të vazhdoj të jap leje ndërtimi dhe nuk dua t'ja di se çfarë burimi kanë financimet e tyre." Edhe Vladimir Putin takim me Raiffeisen Bank në Moskë. Objekti i takimit në Vjen mes qeverisë dhe oligarkisë shqiptare me Raiffeisen Bank kishte të njëjtin qëllim dhe skem aktiviteti si ai që Raiffeisen Bank ka ndjekur në Rusi, duke qarkulluar dhe pastruar miliarda euro të oligarkëve të lidhur me Putin, madje edhe financimet e agresionit në Ukrainë. Ashtu si Edi Rama në Vjen me Raiffeisen Bank Tirana, edhe presidenti rus Vladimir Putin zhvilloi në Moskë 5 vite më parë një takim me Raiffeisen Bank Moska, me të njëjtin objekt bashkëpunimi, ndërkohë që kjo bank është skeduar nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Në Shqipëri kjo skemë është realizuar përmes Komitetit të Investimeve Strategjike. Pas marrëveshjes në Austri, ajo do të formalizohet përmes Raiffeisen Bank dhe Korporatës së Investimeve, drejtuese së cilës është e besuara e Ramos Elira Kokona.